Përshëndetje miq, jam në podcastin e radhës me violinistin Alban Tahiri. Alban, falenderoj shumë që gjete kohën. Kënaqësi shumë për mua që kam ardhur sot dhe jam tek ju. Do të pyes vetëm një pyetje. Sa vite u bën në skenën shqiptare duke luajtur violin? Shiko, flasim un kam mbaruar shkollën e lartë në vitin 1996. Mund të kem pas një shkëputje 1-2 vjeçare që sepse ajo periudha ashtu ishte. Por flasim që nga viti 99 dhe deri më sot kur flasim, unë nuk jam shkëputur nga skena. Domethënë kam pas një periudhë 4 vjet e gjys në Greqi, që kam lëvizur domethënë në 2-3 qytete, që nga Kardica, që nga Seresi dhe në fund në Athinë, dhe në 2004, domethënë nga fundi 2004-s në nëntor jam kthyer dhe jam gjatë gjithë kohës non-stop me violinë në krah. Me violinë, me dashurinë tënde. Alban, ne shqiptarët, siç e dim të gjithë, nuk kemi shumë të apasionuar pas artit. Na pëlqen ta dëgjojmë muzikën, violinën kryesisht, por që nuk është se jemi shumë kush e luan këtë pjesë, kush e ka luajtur, kush është Alban Tahiri në vetvete. Shiko, Alban Tahiri në radhë parë përpara se të flasë për violinën, mund t'ju thotë që jam i biri i Ibrahim dhe Jurmetet Tahirit. Jam vllai i Andrin Tahirit që është doktor, toksikolog në Spitalin Nën Tereza, biles është shefi i toksikologjisë. Jam babai i 3 fëmijëve, i Hansit, i Esiat dhe i Mabelit, dhe bashorti i Monika Trungu Tahiri. Po, më bën sens ky emri i fundit. Emri i fundit është sepse Monika faktikisht ka qenë këngëtare, ka qenë pjesë e televizioneve që ka qenë domethënë drejtuese disa emisioneve. Momentalisht punon në bank, sepse ka mbaruar për ekonomik shkollën, ka kaq vite, ka mbi 15 vjet që punon në bank. Është bashortja ime. Dhe është Dursake apo jo? Është nga Durrësi, po, patjetër. Monika është motra e Mozës? Jo, motra e Stelës, janë 2 motra. Nuk e di, ka një kushërim me emrin Mozës. Mozën e kanë gocën e Xhaxhait. Unë Monikën, domethënë, është brez më i madh se unë, po e kemi qenë komshie. Dolëm të njohura. Edhe kjo doli rastisht tash se. Po për ne thash që më bën sens emri i fundit. Po, ka qenë ka qenë edhe po, ka qenë pjesë e televizionit. Por ka një shkëputje, sidomos mbas lindjes së Mabelit. Domethënë është larguar pak nga kjo pjesa e kësaj sepse do t'i përkushtohet më tepër gocës. E kuptoj. Dhe ne kemi qenë bashkë, kemi bërë art bashkë, ajo ka kënduar, unë normal me violin. Është një krah shumë i fuqishëm për mua. Ajo është një vajzë që është rritur me shumë dashuri, ne kemi qenë mike ndoshta s'më mban mend sepse kanë kaluar shumë vite. Nuk e di, po do t'i them më mbrapa sepse sinqerisht neve nuk e dishim si do ditë kjo. Po, nuk e di, edhe për ne tash më bën sens emri i fundit dhe fiks si vin kohët. Ka qenë shumë e njohur, është e njohur prapë në. Ka qenë shumë aktive, në festivale, në për këngë magjike, në për spektaklet që kanë ndodhur, ka qenë vetë domethënë një person që ka drejtuar dhe emisione, ka qenë basartit, një vajzë e talentuar, për kohën që ka kaluar dhe për gjithçka që ka bërë, por jeta vjen deri diku dhe zgjedh. Domethënë dhe mendoj që zgjedhja e saj ka qenë shumë e saktë, sepse përpara fëmijës domethënë nuk është karriera në këtë drejtim, por është prap një nënë e suksesshme edhe tek fëmia, po edhe tek puna që bën në bank. Sot momentalisht është tek OTP Bank që punon, ka qenë ke Alfa Bank, po që është. Po, është kthyer në OTP. Dhe ka një punë shumë të mirë, lodhet normalisht, por pjesën tjetër që i ngelet jashtë orarit punës, natyrisht që e kalon me familjen, e kalon domethënë me familjen, po shumë më tepër me Mabelin. Sigurisht. Mirë, më bëhet qefi që rastësia na solli këtu Alban, ishte fiks rastësi. Unë do të pyes tani për violinën dhe atë pjesën e familjes do ta lëm për si ajo ëmbëlsirën për në fund, sepse kam shumë pyetje për Mabelin. Shumë dakord. Sigurisht shpresoj që një ditë ta kem edhe vetë në podcast, të di që do shkoj shumë mirë. Do ta sjell patjetër. Si është performosh live, Alban, emocionin? Më shpjego pak ato fillimet e tua. Fillimet e mia, të them të drejtën, unë në moshën 6 vjeçare kam konkuruar në liceun artistik. Kam dalë shumë mirë në momentin e parë. Kam vazhduar shkollën atje, biles ka qenë për 12 vjet, kemi pas konkurse në klasë 5, në klasë 8 për shkollën e mesme. Në konkursin e parë që kam bërë që 6 vjeç, ditë them që kam dalë shumë mirë. Tashi modestin po e lejmë krah. Jo, ma thuaj çfarë ke ndier dhe si e ndier në ato momente si një fëmijë. Jam ndier shumë mirë, biles
Një gjë që unë e mbaj mend edhe që dhe prindërit e mi më kanë thënë më mbrapa dhe nëna ime thot shpesh sot e kësaj dite, ndër gjithë fëmijët që ne ishim konkurrues, unë kam dalë i pari dhe shpreha më interesante që ka qenë komisioni më kanë pyetur përveç gjërave tjera që ishin të konkursit dhe pyetja atyre ka qenë po mirë çfarë instrumenti ke dëshirë. Dhe përgjigjja ime që gjashtë ka qenë që kam dëshirë që të kem violinën sepse piano më duket që kushton shumë lek dhe violina është më e vogël dhe mund ta blej më kollaj. Dhe kjo ishte arsye pse zgjedhë violinën. Që kam violinën. zgjedhur violinën me fjalë. Dhe që atëherë violina nuk të nda. Violina që atëherë nuk më shëndar. Du të jemi sinqert sepse mendoj që në një moment kur vjen ky bashkëbisedim që neve bëjmë nuk është gjëja që të themi gjëra që nuk kanë ndodhur ose gjëra që nuk janë. Është më tepër se një reflektim dhe një unë kam shumë dëshirë që të jem shumë i sinqert në atë që jam, që të tregoj atë gjën që kam pasur. Nuk kam qenë shumë studios, të them atë që është. Fal talentit kam arritur deri këtu ku jam, po të kisha punuar pak më tepër, mendoj që do kisha qenë edhe shumë më lart. Por vullneti, kushtet që kanë qenë në atë periudhë, sepse unë dhe prindrit nuk i kam pasur afër. Në atë periudhë ne kemi qenë nga Tirana, prindrit e mi shkoi babai e transferuan në Lezhë, edhe unë i kam pasur pak larg. Jo se kam ndier, domethënë mungesë shumë të madhe në kuptimin, sepse unë kam jetuar ke xhaxhai im, që të them drejtën dhe xhaxhai dhe nusa xhaxhai tim më kanë mbajtur si fëmijët e tyre. Domethënë kam qenë një pjesëtar. Kanë qenë to rrethanat që kanë qenë atë. Por prap prindi, nëna ime, domethënë kur i ke më afër, flas për çështjen e studimit, për çështjen e drejtimit, kanë qenë pak më ndryshe, se xhaxhai dakord, por nuk mund ta kalonte dot atë cakun që mund bënte diçka më tepër në një kritik më shumë, një kritik më tepër dhe më ka toleruar pak. Por që ja kam dalë, kam mbaruar shkollën e mesme, kam konkurruar shkollën e lartë, kam fituar me zotësinë time, nuk bëhet fjalë. Kam mbaruar edhe shkollën e lartë, pastaj më mbrapa kam pasur një shkëputje që kam ikur drejt Greqisë. Kam punuar për 4 vite e gjysë atje. E ke provuar dhe emigracionin? Po, e kam provuar patjetër. Nuk kam punuar për muzikë klasike siç kisha mbaruar, për të thënë drejtën më tepër jam marrë në për buzuqe dhe në për taverna, sepse kishin edhe më tepër fitim, edhe ndjehesha, domethënë, edhe më mirë, por në një moment erdhi stop thash, do kthehem, kisha edhe nënën time që më kërkonte gjithmonë ktheu. Dhe erdha dhe kam filluar që nga 2004 dhe deri më sot që neve flasim, un jam non stop me violinë, domethënë punoj tek ansambli i shtetit, se kështu më pëlqen ta them. Sepse me të vërtet ansambli i shtetit është një emër shumë i madh. Domethënë që në kohën e mëpërpashme që flasim ka qenë një pasaportë për shtetin shqiptar. Domethënë shteti shqiptar krenohej me ansamblin. Mbas viteve 90 sigurisht që ka pas një lloj rënje, sepse të themi të vërtetën në ato vite që kanë qenë më përpara, i gjithë shteti punonte për ansamblin. Sepse thash ishte pasqyra e këtij shteti, domethënë në traditës, kulturës, gjithçka që kishte. Dhe mendoj që mbasi jam kthyer, kam filluar punë atje, të them drejtën që ke dhënë komplet kontributin të. Kanë qenë ja 4-5 vite që unë nuk kam qenë i brendshëm, gjithmonë bësha audicione, thoshin je shumë i mirë, dhe kjo ndodhi të themi drejtën mbas vitit 2006, kur unë kam qenë në Sanremo me Ana Oksën, kam qenë violinë speciale në Sanremo dhe bides duhet ta them që mund të kem qenë ndër të parë shqiptar që e kam shkelur atë skenë. Dhe mbas kthimit tim nga Sanremo ka qenë oferta e dua ta përmend Lela Ogolli, ka qenë drejtoresha e ansamblit të shtetit, pavarësisht që drejtori i madh ishte maestro Xhani Ciko, të cilën unë kam pasur edhe që në lice, që në klasë parë, domethënë ka qenë profesor, u bë drejtor, pastaj kisha drejtor të madh në Teatrin e Operës së Baletit. Por që ishte një nisëm e asaj që kërkoi me ngulm që unë të isha pjesë e ansamblit. Dhe arrita që të jem pjesë atje, kam filluar në fillim si violinë e dytë, se kishim violinë të parë, ka qenë Skënder Gura, violinist shumë i mirë. Dhe me kalimin domethënë e kohës u bëra violinë e parë, fillova bëra përgjegjësi e ansamblit, dhe tash momentalisht që flasim, unë jam dhe drejtuesi i orkestrës përveç se violinë e parë. Kam qenë për disa kohë një periudhë edhe drejtori i ansamblit i komanduar, se s'mund ta lesha dot violinën, për shkaqe që ndodhen, por ditë them që ansamblin e dua shumë. Është pjesë e jotja tashmë, nuk mund ta veçojmë dot. Kur themi Alban Tahiri, na kujtohet ansambli. Pavarësisht që unë kam pasur dhe televizionet, sepse kam qenë në restorant me Ueda El Saedin, që i ndrit shpirti atje ku është. Kam qenë ke Diela Shqiptare me Ardit Gjebren, që kemi filluar fillimin, domethënë në ndërtimin e Altin Shehut, që e kam shumë mik, sot është në Amerikë dhe ai.
Pastaj përfundimi ka qenë tek Alpazari mbi 12 vjet me të madhin Agron Llakaj, që kam drejtuar orkestrën, bandën e Alpazarit, që dua ta falenderoj jashtëmase, sepse ta them me sinqeritetin më të madh, ka qenë vetmja punë që ka qenë pa stres. Ashtu, Goni është kaq i madh, domethënë, sa që të lejonte që ti të jepshe më të mirën pa të ndërhyr, normalisht që biseda kishim, flitshim për këngëtar, për gjëra se çfarë do bënin, por gjithmonë ai e lente që Alban ka besim tek ty dhe ti vazhdoje dhe ti vetë se ti e bën. Do ka qenë puna më pa stres që un kam bërë në jetën. Edhe më profesionale, se normalisht ashtu duhet të jetë. Profesionale, neve arritëm në atë kohë që Alpazari kishte një shikueshmëri shumë të madhe, shumë të madhe. Pastaj nga rrethanat doli Covidi, tjetri patën probleme tjera. Dhe momentalisht kemi 2 vjet që kemi bërë një ndërprerje, ai ka filluar diçka tjetër, por prapë jemi në kontakte dhe nuk i di se çfarë mund ndodhi. Alban, në gjithë këto eksperiencë, një përvojë shumë e gjatë, një bashkëpunim me shumë njerëz në ambiente të ndryshme, dua të më dash nga të gjitha këto një moment që ti e kujton gjithmonë, që thua, atëherë ishte kështu. Një emocion të fortë. Emocioni më i fortë që unë kam pasur, sinqerisht, ka qenë Sanremo në 2006, që kam pas me këngëtaren e madhe Ana Oksa. Thënë, dua ta përmend patjetër që ishte Ardit Gjebreja, i cili më kontaktoi së bashku me stafin e tij. Thjesht momentin e parë ishte për do bëjmë një incizim këngë, do jetë për filanën. Okej, unë sapo isha kthyer nga Greqia, bëm këtë incizim, pastaj më mbrapa më thot, shiko se do vi Ana vet, do bëjmë diçka tjetër, do shikojmë, pastaj tha shiko do shkojmë Sanremo, domethënë ishte diçka, por shiko Sanremo duke llogaritur vitet më përpara që njerëzit uleshin në për radio ose kush kishte atë kanoçën që shikonte, domethënë live që ishte, një eveniment shumë i madh. Më i madh. Dhe më thonë ishte diçka që thosha shiko do bëhet, s'do bëhet, u arrit. Kemi shkuar në Sanremo kur jemi nisur, kemi ndaluar një herë në Milan në një studio që ishte super studio. Që bëm dhe një herë një incizim se kishin ndryshuar disa gjëra, domethënë gjatë këngës. Kemi arritur në Sanremo, kemi bërë prova, kemi qenë mbi 8 ditë në Ariston, në atë skenë që ishte shumë prestigjioze. Një skenë që neve kur e shikonim nga ekrani dukej shumë e madhe, por që nuk ishte aq e madhe, por që italianët si mjeshtra që janë të regjis, e nxjerrin edhe më thonë ka qenë një moment i jashtëzakonshëm për mua, provat, kishim dhe një pjesë tjetër që ishin të këngëtar që ishin nga ansambli. Si e ndjeve veten aty? Shikoj, e kam ndjer veten kaq mirë dhe biles po të them një episod gjatë kohës provave, nga që kishte ndryshuar dhe kënga dhe ishte kompozitori i këngës ishte australian, me sa mbaj mendun, që edhe dirigjonte orkestrën e madhe. Dhe kam qenë sipër në skenë, sepse isha violin solistike, dhe poshtë ishte në grop, ishte pjesa komplete e orkestrës së madhe që ishte më të zgjedhurit, më thonë, nga gjithë qytetit, nga Rai, ku dëgjon, nga i kishim mbledh të gjithë. Dhe ishte një moment që dirigjenti australian që ishte, i thot këtyre poshtë, unë kisha vënd atë fletën, se ishin notat, s'kisha se gjiro në atë moment, se ishte provë, dhe kisha vënd poshtë në qimento. Vetëm thjesht për të hedhur një sy, se s'kishim as kohë, sa ishim kthyer, domethënë atë ditë që kishim shkuar, u kthym nga Milano që shkum në Sanremo, s'kishim kohë. Natën e pash pak edhe notat thjesht për të orientuar pak, domethënë për ta pasur në mend dhe në një moment ai kthehet dhe i thot, shiko, thot, juve do luni sa më piano, thot, sepse lartët është solisti shqiptar. Edhe ata siç ishin gjithë poshtë, edhe kthejnë kokën sipër dhe më shikojnë mua nga gropa. Edhe unë i shoh një herë, filloj me atë italishten time që ishte ngatruar me greqishten, se italisht gjithë shqiptarët kanë kuptuar dhe kanë folur. Dhe i kthejnë, po shifnin nga mua, i thash edhe i futa dhe një çame nga mbrapa se ishte dhe ai sikleti që ishte. Por që unë ndjeva kaq mirë sa nuk di çfarë të them, domethënë nuk kam ndjer ndonjëherë më mirë se sa atëherë në jetën time flas nga ana profesionale. Patëm një sukses shumë të madh. Normalisht kënga nuk doli fituese sepse dhe ata kanë gjërat e veta dhe ajo erdhi na sfegoi një ditë më përpara, po thoshte që shiko,
unë po ta nxjerr si din pak më përpara, kam një fitim shumë më të madh. Sepse këta e kishin si rregull, domethënë në momentin që dilshin këngët ose dilte kënga Sanremo, nuk mund dilte dot më përpara ose duhet të ishe skualifikuar nga nata finale. Si duket ana pa pjesën ekonomike dhe e nxori më përpara, kishin bërë një marrëveshje. Dhe ky ishte rasti që ka qenë domethënë një emocion shumë i madh. Por kam pasur dhe një koncert tjetër që kam pasur dhe Monikën me vete Biles. Erdhi mbreti i Katarit në kohën që ishte president Bamir Topi, se mbaj mend, u bë një darkë e madhe tek sofra e Ariut, edhe ne ishim performuam aty, ati i pëlqeu shumë, edhe na solli ftesën brenda një muaji, dhe ne kemi bërë një koncert në Katar, atëherë kur s'pati shkuar as njeri. Një koncert shumë i suksesshëm, që kemi dalë shumë mirë, dhe ati ishte një emocion shumë i madh. Por prapë Sanremo për mua ngelet e para. Përveç se shumë koncerteve që ne kemi bërë në Evropë edhe më gjerë me fjalë me ansamblin e shtetit. Tani, si artist, muzikant shumë i suksesshëm, përveç violinës, e heqim pjesën profesionale. Vetë ti Alban Tahiri dëgjon muzikë? Shiko, unë dëgjoj muzikë nga gjithë zhanret. Po çfarë të pëlqen më shumë? Thuaj një kompozitor që e ke qejf. Por jo muzikë, domethënë që të fiksohem, që të kem mend them për shembull ose muzika klasike, ose kjo muzika lehtë, ose kjo muzika operistike, apo kjo që është hip hop, apo kjo që është rap, apo kjo është, mua më pëlqen muzika e bukur. Nëse ajo muzikë mua më hyn në vesh, them që shiko këtë do ta dëgjoj. Nuk jam domethënë që të them që shiko un jam i apasionuar mbas asaj muzike. Mund të ketë muzikë, domethënë, për shembull, po të më pyesësh mua listën e Schindlerit, mund dalin lot nga syt kur e dëgjoj. E luaj dhe vetë me violin. Fundi Mohikanëve ka qenë domethënë në vitet kur jam kthyer në 2005 në Tiranë, e kam pasur në klub, në Cavaliero, dhe në momentin kur unë e luaja nuk ishte drita dhe ndisin gjithë njerëzit vetëm çakmak dhe vinin deri aty sa mdoroshin dhe lule që unë nuk kisha mësuar. Domethënë kanë qenë nga të parët, domethënë dhe mendoj që të paktën për në Shqipëri është e padiskutueshme që unë e kam luajtur i pari dhe kam stampën, domethënë kanë kaluar 20 vjet dhe ka momente që unë punoj domethënë nëpër lokale sepse nuk është vetëm çështja financiare, por unë e kam të brendshme. E kam një pasion që mua po më le pa e bërë këtë punë, mua më ke hequr diçka. Domethënë dhe unë këtë kam kuptuar shumë mirë në periudhën e Covidit, që neve na u mbyllën, domethënë që ishte vetëm puna e ansamblit dhe nuk performonin dot nëpër lokale. Unë nuk e di se si, domethënë kur e mendoj sot them se si mund ta kem shtyrë unë, si mund ta kem bërë. Nuk ka lidhje ana financiare fare. Mua më vret nëse unë nuk do shkoj të performoj diku live që ti jem darkët, mua nuk e di se sa vite jetë mund të më heqësh. Po shihet e njerëzve Alban, si ka ndryshuar? Shiko, unë jam munduar gjatë gjithë jetës time të flasin këtë 20 vjeçar që jam kthyer, domethënë që jam në Shqipëri, që të zgjedh vendet që ku shkoj të bëj muzikë. Ka njerëz ose ka lokale që unë edhe kur bëj bisedime me pronarët që janë, ose me menaxherët që kanë biseda, i them që është shumë e rëndësishme muzika. Në Shqipëri akoma nuk e kuptojnë këtë. Them që nuk e kuptojnë sepse në një lokal për shembull që shikohet që nuk hecën diçka mirë, që ka pak firo, të parat që e hanë janë gjithmonë muzikantët. Por nuk qëndron kështu. Sepse një lokal që të jetë në stadin ku duhet të jenë që të gjithë bashkë. Domethënë fillon që nga pronari, fillon që nga banakeri, fillon që nga kamariri, që nga menaxheri, që nga muzika. Nëse nuk ka një bashkëpunim, një lidhje, se sado muzikë të bukur që të bëjon, nëse ti nxjerr një ushqim që nuk shkon, ai do të ikë nuk vjen më. Nëse ti ke një kamarir që nuk di ta shërbej atë gjën siç duhet, ai do të ikë s'do të vijë më. Por nuk të ka faj në orkestra. Por dhe gjëja më e rëndësishme është që unë i kam thënë që muzika e sjell klientin. Në një moment kur klienti nuk i pëlqen kjo lloj gjëje, do gjej diçka tjetër. Por ti ke një klasë, ke zgjedhur një stat për këtë gjë për ta mbajtur dhe duhet ta zgjidhësh klientelën. Mendoj që muzika e bukur, muzika qytetare, muzika që i përmbahet brenda gjës, domethënë, mendoj që ka shumë akses për të ecur. Nëse është një muzikë që mund të jetë vulgare, mund ta kaloj atë gjën që është, nuk mund ta shaj dot, edhe për tallavan, unë nuk jam kundër që ta them që nuk bën. Por do zgjedhin njerëzit që e duan atë gjë. Mendoj që muzika që neve bëjmë është muzika që janë për njerëzit që janë sa më klasë dhe janë njerëzit që edhe që janë rritur pak a shumë me këtë lloj muzike. Po edhe që janë rritur dhe që afro, domethënë
Mendoj që të paktën unë me veten time jam munduar që të bëj një muzikë që të jetë sa më afër njerëzve, të mos jetë e bezdishme dhe të jetë diçka që t'ja pranoj veshi. Mos ta kaloj atë cakun e gjës. Cila është melodia që të shoqëron kur një ditë nuk të ka shkuar mirë? Shiko, melodia më e madhe që mua më pëlqen më shumë, ta thash edhe që edhe më përpara. Lisa Shinderi dhe Fundi më i kamve për mua janë Këto i veçon. Të jashtëzakonshme, domethënë nuk i mund t'i vej dot me asgjë tjetër. Mund të ketë edhe gjëra tjera, mund të ketë edhe këngë të bukura që mund të jenë momentale, që mund t'i dëgjoj, që mund të pëlqejnë, por që këto të dyja për mua janë Elvan, do të bëj një pyetje kështu kurioze. A ka kuptim dasma pa violinën? Shiko, në ditët e sotme, dasmat që bëhen kanë filluar të rregullohen pak. Sepse flasim që këtu e 10 vite, 12 vite më përpara ose edhe 15 vite përpara mund ta them. Ky miku im që tash, Altin Sheo që është, solli një frym të re në marrëdhënien me dasmat. Dhe ta them këtë shumë sinqerisht, se meqenëse ta thosh ai kam bërë unë, por nuk e kam bërë unë. Futi gjën moderne brenda. Futi muzikën e lehtë, por brenda kësaj muzike të lehtë, futi të luash edhe një çardash, që luaj unë, futi edhe një kolazh rus, futi edhe një ballkanike, futi domethënë gjëra që në një moment i dëgjon, por nuk mund ta dëgjosh Napoleonin 10 herë. Sepse themi atë që është dasmat tona 10 herë, 15 herë Napoleoni, edhe 3 herë pogonishta, po 3 pipzat, po 7 herë këto. Dhe futi pati shumë pozitivitet. U përqafua nga masa. U përqafua nga masa dhe fillon domethënë gjithë duke aplikuar këtë. Dhe unë sot e kësaj dite nëpër dasmat shkojnë nëpër këto lloj dasmash që janë moderne, që pranojnë gjithçka për të luajtur brenda kësaj gjës. Me që jemi në sezonin e verës, si ke qenë? Keni pronotime? Nga sezoni i verës unë pothuaj se i kam 7 ditë të mbyllura. Por ta thash, nuk është se jam shumë i dhënë mbas dasmave që të mbyll. Unë domethënë kam lokalet e mia që janë shumë të mira. Kur them lokale, domethënë që bashkëpunon. Nga ato lokalet që janë me pesyje, jo nga ato lokalet. E kuptoj. Dhe e kam gjetur veten më mirë aty, domethënë edhe nga Kavalierë kur isha më përpara u largova mbas 3-4 vjetëve dhe më tepër punova në piano bar. E kuptoj. Të njëjtë asje, një violin, këngëtare që kisha Monikën dhe diku, në momentin që ajo të roq, nga që ajo ka qenë shumë korrekte. Domethënë jepte vetes kaq detyra, domethënë që unë i thosha shiko, duk këto 5 gjërat më bësh gati për 2 ditë. Duk këto 10 gjërat më bësh gati. Edhe kolegë dhe bashkëshortë. Nuk ishte ditë, edhe kolegë dhe bashkëshortë dhe sido që ta marrësh, por ishte jashtëzakonisht korrekte dhe ishte kaq shumë sistematike në gjërat që kërkosha që unë me veten time thosha nuk mund të gjet dot njeri më si kjo. Dhe sa dal nga vetja që të mprishte diçka tjetër dhe unë arrita fillova duke këndur vetë, duke bërë gjithçka vetë. Dhe nuk kam marrë asnjë për ta zëvendësuar, por vetëm ndonjëherë që mund ndodhi diçka që mund të jemi ftuar diku dhe mund të jetë dikush. Domethënë ke provuar edhe të këndosh. Po, patjetër që këndoj vetë, domethënë ka që kur ka lindur Mabeli, që unë edhe këndoj dhe i bi violinës vetë dhe me tasinën dhe nuk kam marrë asnjë për ta zëvendësuar. Sepse me mendjen time nuk e zëvendëson dot njeri, jo se duhet i bëj qefin sepse është bashortja ime, por nuk e kam thënë vetëm unë, më kanë thënë edhe njerëz tjerë që marrin vesh nga punë. Ajo është e lindur për piano bar. Nuk mund të them që është për klub, që ta vëm në, domethënë përballë Lauri Lagaçes, ta vëm Juliana Pasha. E kuptoj. Por tek pjesa e piano barit, mua më aq sa marrë edhe të shpërshtatur edhe. Sa marrë vesh shumë, domethënë për mua nuk ma bënte dot punën asnjë më mirë se sa ajo. Dhe sa të rrezikoja me dikë tjetër, thash më mirë diti zot vetes tate. Bëje vetë që edhe po pathe mangësi, pak në ja kërkon vetës tënde dhe nuk i bie njeriu tjetër në gjallë. Gjatë bisedës e kemi përmendur Mabelin, po nuk ka nevojë fare ta prezantoj. Mabeli është vajza jote, 7 vjeçe sot apo jo? Si ka bërë akoma 7 vjeç? 6 vjeç. Tori bën 7 vjeç. Unë e kam parë në emisionin e Alketës, në kursin e Peter Panit, një fëmijë i shkasët, që kur më thanë që është vajza e Albanit, dhe shumica ndoshta nuk e din që Mabeli është vajza jote. Shiko, nuk e din. Ajo është super talent, dhe ajo me violinë. Më trego pak për Mabelin. Shiko, Mabeli që e vogël, nuk po flasim tash që është 6 vjeç, ka pasur një vesh absolut. Këndonte vetë, një muzikë kur e dëgjonte, këndonte edhe këngë anglisht, këndonte, domethënë nuk e di, më ka kujtuar veten time, po e them me lem modestin, por prapë është shumë më lartë se sa vetja ime. E kemi çuar tek kursi i Peter Panit, fitoi atje,
ishte bashkë me fëmijët e tjerë, u mundua, domethënë, ka dhënë atë gjën që ajo dinte për ta bërë, po me sinqeritetin më të madh, nuk kam bërë një telefon, nuk kam bërë që të merrem me asnjë dhe ta them domethënë që javën e fundit kur ka qenë mbyllja për të bërë, Alket ka thënë, "Oh, po pse po vajza Alban Tahirit është kjo?" Nuk e kam dashur kurrë dhe prap nuk e dua që të hecin në emrin tim, sepse normalisht un kam bërë gjithë këtë shkollë, kam miq, janë kolegë të mi që kemi studiuar bashkë, që sot janë pedagog, janë pedagoge dhe kur nuk kam dashur që të prezantohet gjithmonë që shikosh fëmia im, ma shiko pak, ma bëj pak, ma ço pak, kur e kam lënë domethënë me atë. Domethënë Mabeli deri tani ja ka dalë vet. Mabeli ja ka dalë vet, unë biles përpara një muaji ka qenë një festival në Gjirokastër. Në fillimet fare, unë i pata bler një piano, thash ta filloj piano një herë për qef, domethënë që para 2 vjetëve. Filloj, i mora një pedagoge, shoqen time të klasës, një Eva Kalenja, shumë zyshe mirë, shumë pianiste shumë e mirë, Mikesha ime. Filloj me atë deri diku. Pastaj një ditë kam qenë me gocën e tezës time duke pirë kafe, e kam si motër. Dhe duke folë, ore, më tha, po fut ke Peter Pani e dha rezultate, foli, ore, do japësh një drejtim? Ore, kam frikë, thash. Nuk e di se si do ta ingranoj, po ka talent, po e di më që ka talent, po si t'ja bëjmë? Edhe një ta marrë një ditë, bilesa u çova nga kafja, e mora Monikën në telefon. I thash, shiko, gocën do ta hiq nga piano, ta fus për violin. Edhe ajo më këtë direkt, ti e di. I thash, do ta provoj një herë, thash, unë 3 fëmijë kam. Të 2 të parët, më thënë normale, e kanë pas atë genin dhe ata, nuk është se kanë qenë të talentum, por që kjo është diçka tjetër. Do ta provoj një herë, thash, nuk po jap vetes time, domethënë që t'ja ushqej, që shiko do bëhet, sepse nuk du të zhgënjem nesër pas nesër, por që do ta provojmë. Okej, e hoqëm nga piano, e futëm violin, marr direkt ish zyshën time që kam pasur në klasë parë, Rulita Stefanin. I them du gocën, po ma shiko një herë, për mu ka brum, po ku ti unë shikoj e ti një herë. Edhe ja dërgova, e pa, Alban tha shumë e talentuar, inshallah të fillojmë. U përshtat për një herë U përshtat për një herë, ka filluar dhe biles, po ta them që arriti shumë më shpejt, sepse unë gjithçka e krahasoj me veten time kur kam qenë unë. Arriti që të filloj të marrë ato bazat e para, unë kam me ciksiklet, nuk kam shumë durim. Unë si Alban nuk kam shumë durim. Dhe një ditë më thot Zysha, më thot, shiko, po ta çojmë ka i konkursin Gjirokastër, më thot, kur është konkursi, thash. Po është në maj, tha ne këtë, thash kjo tempo Gjirokastër. Ka qenë në maj të këtij viti apo? Maj këtij viti tani. Po e çojmë, thash. Po ashtu, po jo, ti përgatisim sa pjesë. Mësoj pjesët, shkuam Gjirokastër, edhe më kap edhe e qeshme se kishim llogaritur që do shkoj do marri pjesë dhe do kthehemi, kupton? 2 ditë. Hotelin, morëm dhe nënat me vete, mora nënën time. Edhe gjyshen nga ana e, domethënë temën e Monikës, edhe shkum të 4 u bëm gati, doli, performoj, edhe prisim rezultatet. Se thanë, prisni tani, do të jam rezultatet. Kur e morëm diplomën që i kishin dhënë 100 pikë. Maksimalet dhe çmim absolut. O gëzum, nuk isha folur, po them që ishin emra, domethënë ishe vetë Zysha ishte në komision, Zysh Bruna, po ishte Burjar Sykja, ishte Benka Desha, ishte nga instrumentet Elvis Rudi që unë kam shumë mik. Si u kishe thënë që këtyre që shikoni se është njërit fare, vetëm Zysha e dinte, profesor Bujarin e takova faktikisht se më pa. Tha po ti tha gocën, po çfarë thu më tha? E mbaroi të nesërmen, nuk u afrova të thënë vërtetën, të nesërmen që kishin dalë edhe rezultatet, më vjen është Mirela Koka pianiste, Zysh, e kam pas, ka qenë një vit si për meje, por shumë pianiste, shumë e mirë, dhe ajo shoqëronte. Por e më tha, ku e ke gocën, se më tha Bujari, tha pas ke gocën tim, tha mu, tha që ka dalë. I thash, aman, thash leje, mos ma boni kështu, sepse më fusin siklet, leje dali. Dhe kur doli që do ditë edhe në finale. Unë do të më morë dhe me dhomën, sot do të nete dhe ditë për zërinit jashtë. Që po të rishim, edhe mori pjesë, kjo ishte më e vogla, më thonë të tjerët ishin 15-16 vjeç që dolën 6 veta në finale, normalisht që nuk mund të konkuronte dot me, sepse këta lushin koncerte të mëdha dhe ishin më shumë e madhe, por i dha një çmim që fitoi si
pjesëmarrësja më e vogël e aktivitetit dhe përveç se diplomash që mori për moshat e veta që për kategorinë që mori 100 pikë dhe çmimin absolut. Edhe që kur e filloi kursin e violinës dhe kur u zhvillua ky koncerti, sa kohë ishte? Shiko, koncerti nga kursi i violinës dhe koncertin që e bëri ka qenë rreth 5 muaj. Pra për 5 muaj arriti të performonte në skenë. Po ama duhet ta kesh qartët sepse nuk është në shkollë. Që të bëj 6 ditë e javës, 5 ditë e javës, e shuna dita është pushim. Domethënë, ka qenë me kurs nga 1 orë, 2 herë në javë që i çojmë këzysha. Kurse për këtë vit unë kam regjistruar, do bëj konkursin me datën 2 shtator, me kismet. Uroj që të dali sa më mirë. Normalisht të tjerët do paraqiten me gjëra që nuk kanë lidhje, kjo do shkoj do luaj një koncert, do luaj Ridingun, domethënë është mendoj që do dali shumë mirë sepse ka avancën që ka punuar. Luani ndonjëherë bashkë në shtëpi? Kemi luajtur dhe bashkë. Të kritikon Mabeli? Shikoj, e vetmja gjë që më pëlqen ka një vesh shumë absolut, sepse shikoj të flasësh për fëmijën, gjithë flasin që kanë fëmijë më të mira, kupton? Por neve një bashkë se din të thashë të flasim me shumë sinqeritet. Mua më pëlqen shumë sepse ka një vesh absolut. Ka shumë dëshirë domethënë kur janë thotë babi hapet dhe ti violinën. Unë nga që jam me violinë gjithë ditën, shkoj paraditën me violinë, shkoj darkët që dalë nëpër live-et me violinë, them baba s'ka nevojë se me violinën tatë merrin vesh, jo hapet edhe ti. Dhe ka domethënë disa pjesë që luan me 2 zëra, që ai jep zysha dhe ka shumë dëshirë që ai të bëjmë të dy bashkë. Ka momente nga që e ka veshin shumë absolut, që nuk ishte fare notat edhe i shkon asaj gjës domethënë në vesh. Edhe unë them, ore, po shikon atje se çai bie, mos më bjerë më këtë tjetër, ajo se ka kapim. Po nuk shkon bashkë me atë se duhet që ta ketë ke pjesa e partiturës. Edhe kthehet e mirë. Megjithatë, uroj që të ketë vullnetin për punë. Ta thash edhe çfarë që nuk dua që ta ushqej tek vetja ime që shiko do bëhet sepse nuk duhet zgënjehem dhe nuk duhet zgënjehem jo për këtë pjesë, por nga që ka një talent shumë të madh dhe kam frikë se do bëj shumë dëm në momentin që nëse nuk do bëhet. Sepse ta them me sinqeritet, nuk dua që të bëhet që të jetë bashkë me turmën. Nuk dua të jetë as si mu. Dua të jetë shumë më tepër se sa unë. Domethënë duhet që të jetë dikush që të vejë atë vulën, atë stampën për të bërë. Megjithatë unë do t'ja lej kohës, ta shikoj një 50-çar, se të paktën për 50 do ta shikoj dhe nëse do mbushet mendja që do jetë dikushi, okay, nëse jo, ajo do ta ketë marrë dhe violinën dhe pianon për kulturë dhe do shikoj diçka tjetër. Dhe shohim Alban, dhe jemi gjithë bashkë dëshmitar të arritjeve të Mabelit në vazhdim. Unë të falenderoj shumë që ti e pranove ftesën për të bërë këtë rrëfim kaq interesant. Më ke dhënë fjalën që do më sjellësh edhe Mabelin. Patjetër, do ta sjell edhe Mabelin, ishin shumë kënaqësi edhe për mua dhe t'ju shkoj sa më mbar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.